Trupi natën djeg ma shumë i ndyrë, po jo nëse jetu ja djeg telefonit, baterin të najnë TikTok. Trupi jonë punon me ndrrime, do më thonë ritme biologjike që shkencërisht quhen ritme cirkadiane. E ato janë që kanë ndikojnë në mënyrën që trupi e djeg yndyrën edhe që i përdor karbohidratet edhe yndyrnat. Gjatë ditës, trupi përdor sheqernat edhe karbohidratet për energji. Zemra tërrej ma shpejt, temperatura e trupit është ma e nalt, e karbohidratet janë bërim ma shpejt e energjisë. Kurse natën, kur metabolizmi ngadalsohet, trupi përdor yndyrnat edhe trupi ja nis procesin të riparimit. Kështu në teori bjen që trupi djeg ma shumë yndyrë gjatë natës, edhe pse gjatë ditës ti djeg total të kalorive ma shumë. Kjo na kthen te fakti që s'ka fort rëndësi orari të ushqyerit, sa bilanci total i konsumit, sa ushtron edhe sa flen. Gjumi i mirë është thelbësor, se të rritet kortizoli edhe të zvogëlohet leptina, përkatësisht hormoni i stresit edhe i urisë. Ma pak gjëm i bjen që ti untohesh ma shumë, ama djeg yndyrë ma pak. Ja vlen me kuptu që s'ka ndonjë farë orari perfekt, thjesht konsistencë edhe strategji që të ndihmon ty. E ti për me mësu ma shumë si kjo, mos harro me apo follower banit, se dhe subscribe në YouTube.